UEFA ka publikuar raportin zyrtar se pse ka dënuar Skënderbeun me 1 vit jashtë kupave të Europës, duke zbuluar fakte që skuadra 6 herë kampione e vendit ka trukuar ndeshje në Shqipëri dhe jashtë saj. Komisioni i Etikës së UEFA-s ka theksuar se evidenca e mbledhur mund të konsiderohet e mjaftueshme përtej çdo dyshimi. Në raport përmenden drejtuesit e kompanive të ndryshme të basteve. I pari në listë është ish-ministri i Financave Ridvan Bode, emri i cilit përmendet për aferat për privatizimin e Skënderbeut dhe për ndërhyrjet që ai ka bërë aso kohe me Dinamon dhe Shkumbinin, që korçarët të shpalleshin kampion. Së dyti është edhe emri i presidentit aktual, Ardian Takaj, i cili përmendet për aferat e trukimit të ndeshjeve dhe ndërhyrjeve për të manipuluar rezultate, së bashku me familjen e tij, ndërsa nuk harrohet pa u përmendur edhe ish-presidenti i Skënderbeut, Agim Zeqo, ku të dy këta personazhe kanë drejtuar ekipin gjatë periudhës kur janë trukuar shumë takime. Në raport gjithashtu janë përmendur edhe emrat e kompanive të basteve. Sistemi i detektimit të mashtrimeve të basteve me saktësi ka konfirmuar para panelit se klubi Skënderbeu ka qenë i përfshirë vazhdimisht në manipulime ndeshjesh, kryesisht në ato kombëtare dhe ndërkombëtare në 6 vitet e fundit. Sistemi arrin në konkluzionin se të paktën numri në vijim i ndeshjeve është manipuluar për qëllime fitimi të paligjshëm nëpërmjet basteve, 5 ndeshje të Ligës së Kampionëve, 2 ndeshje të Europa League, 41 ndeshje të Kampionatit Shqiptar dhe Kupës së Shqipërisë, si edhe 6 ndeshje miqësore, shkruhet ndër të tjera në raportin e UEFA-s.